në sulm. Porto Palermo, një ndër plazhet më perl në jug, është privatizuar i Gadal Pronari dhe sa e moralshme është sipas jush t'i bëni këto kërkesa drejtësisë, kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja, i akuzuar si implikuar në dosjen 184, ku në përgjimet e Bildit del me zë të pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i Komisariatit të Dibrës aso kohe. Kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja, në duhesh për punë më të mëdha Arbur dhe na themi për Manalt Arbur, domthon dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministër drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe as në një institucion të vërtetës dënimit. Faleminderit. Pse qesh kur e thua këtë, apo ke parasysh tashisht që nuk ka nevojë se dëgjoj, bëre një lloj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Ju ftoj të shikoni shëmbëltyrën e gjallë të një agitatori të algoritmit në sulm. Porto Palermo, një ndër plazhet më perl në jug, është privatizuar i Gadal Pronari dhe shihni si do të bëhet. Kompleks vilash dhe këtu, ku normalisht shqiptarët nuk do të kenë akses. Këtu nuk kemi të bëjmë me një interpretim të mbrapsht. Një masterplani që mund të jetë real. Ka për shembull masterplanin reale në librin Albanian Files, të cilin inkuizicioni dështak zemrakëve të kohës së zezë të protestës e ka kthyer në një akt akuze për mua. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a keni takuar bashortin tuaj, biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punojësve të administratës apo keni shkelur kodin e tij? Faleminderit. Ishte për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen do ta jap unë. Do kalosh në riedukim si Ambrozia për 3 muaj të ardhshëm. Nuk je i mirë se ardhur në asnjë zbatimi i kodit etik për çfarë është bërë? Për çfarë është bërë kodi etik? Nuk je i mirë se ardhur në asnjë konferencë shtypje. Pa problem. Kodi etik a do zbatohet apo jo? Kjo ishte pyetja ime dhe nuk e kuptoj çfarë ka këtu, nëse vetë ju keni thënë që do ketë sanksione për ata ministra që nuk e zbatojnë kodin etik, deri në largim nga puna keni thënë kur keni prezantuar qeverinë e re, kabinetin e ri qeveritar. Kjo është një tjetër shkelje e kodit etik të gazetarit në konferencë shtypje. Përshëndetje. Ju ftoj të shikoni shëmbëltyrën e gjallë të një agitatori të algoritmit në sulm. Porto Palermo, një ndër plazhet më perl në jug, është privatizuar i Gadal Pronari dhe shihni si do të bëhet. Kompleks vilash dhe këtu, ku normalisht shqiptarët nuk do të kenë akses. Këtu nuk kemi të bëjmë me një interpretim të mbrapsht. Një masterplani që mund të jetë real. Ka për shembull masterplanin reale në librin Albanian Files, të cilin inkuizicioni dështak zemrakëve të kohës së zezë të protestës e ka kthyer në një akt akuze për mua. Për arkitektë huaj. 10 prej tyre janë nderuar me Nobelin e arkitekturës, Pritzker Prize. Këtu nderohen me një akt akuz. Janë masterplanet porositura nga subjekte private në troje private, të cilat arkitektët kanë zgjedhur t'i vendosin në dosjen e tyre në libër, në liri të plot, dhe ka prej tyre masterplane që nuk janë pranuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, provë që Këshilli nuk është fasad, po është institucion serioz. Megjithatë, inkuizicioni i përdor këto si provat e akt akuzës për tradhtin time kombëtare, shitjen atë dheut nga unë, gjithë zezat që dështak zemrakët mi faturojnë mua sepse duan ngushëllojnë veten për falimentimin e tyre në mediokritet. Por ky agitatori i algoritmit e ka fabrikuar kryekput këtë shëmti. Pra ky e ka bërë vetë me ChatGPT. Shikojeni fytyrën tipike të dizinformatorëve të paguar të opinionit publik që e kanë humbur qysh në moshë të re pigmentin e skuqjes apo të zverdhjes, dhe që zbatojnë qorazi urdhrat e kujdo që i paguan mbi
dhe nëndor. Prandaj sot të vendi. Po dini cila është ironia më e madhe në këtë rast? Se ka plot të tilla, po pse zgjodha këtë? Sepse pasi kemi kthyer një sër kërkesash gjatë viteve për ndërtim në atë zonë, ku është bërë dhe një batërdi me titull pronësie të dhënë Kuturu në kohën e coptimit madh të pronës në Shqipëri, unë personalisht i kam kërkuar qeverisë të miratojë mbrojtjen e krejt gjirit Porto Palermos nga ndërtimet. Ne kemi shpallur atë gji monument të natyrës. Ndërkohë që me Ministritë e Mbrojtjes dhe të Kulturës po mbyllim projektin e muzeut të luftës së ftohtë tek tuneli, si dhe rehabilitimit për qëllime turistike të repartit bashkëngjitur. Jetojmë në një kohë shumë të vështirë për të vërtetën, por ky nuk është justifikim. Kjo është dhimbje. Dhimbje për aq shumë njerëz të mirë dhe të sinqertë që helmohen dhe mbyten në kanalet e dezinformimit. Po kjo është edhe një ndjesi faji, përgjegjësie, borxhi torturues ndaj tyre, sepse unë nuk kam ditur të bëj dot sa duhet, nuk kam ditur ta bëj si duhet, për t'i mbajtur të informuar, për t'i parapërgatitur, për t'ju dhënë mundësinë që të kenë një farë imuniteti nga gjithë viruset e atyre kanaleve dhe më shkurt, më thjesht, për të qenë më pranë tyre. Klevin Muga, CNN. Zonja Ministre, kam një pyetje vetëm për ju. Në 29 prill të këtij viti ka hyrë në fuqi kodi i ri etik për Këshillin e Ministrave, i cili ndalon dhe parashikon sanksione deri në largim në detyra për të gjithë ministrat që e shkelin. Një ndër pikat e këtij kodi etik është që ministrat nuk duhet takohen me biznesmen dhe duhet takohen vetëm në kushtet kur janë në praninë e dy punonjësve të administratës. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a e keni takuar bashkëshortin tuaj, biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punonjësve të administratës, apo keni shkelur kodin e tij? Faleminderit. Ishte për zonjën ministra? Tani këtu përgjigjen do ta jap unë. Do kalosh në riedukim si Ambrozia për 3 muaj të ardhshëm. Nuk je i mirë se ardhur në zbatimi i kodit etik, për çfarë është bërë? Për çfarë është bërë kodi etik? Nuk je i mirë se ardhur në asnjë konferencë shtypie. Pa problem. Kodi etik a do zbatohet apo jo? Kjo ishte pyetja ime dhe nuk e kuptoj çfarë ka këtu, nëse vetë ju keni thënë që do ketë sanksione për ata ministra që nuk e zbatojnë kodin etik deri në largim nga puna, keni thënë kur keni prezantuar qeverinë e re, kabinetin e ri qeveritar. Kjo është një tjetër shkelje e kodit etik të gazetarit në konferencë shtypi, që ndërkohë vazhdon me mikrofon dhe vazhdon mban fjalime, dhe po të them që siç pe me Ambrozion komunikimi ishte perfekt. Pyetja ishte siç e deshi vet, përgjigja ishte shumë korrekte dhe kështu do të jenë gjithmonë korrekte përgjigjet për të gjitha pyetjet korrekte, ndërsa për pyetje të përsëritura pa asnjë etik ka një proces që quhet riedukim. 3 muaj. Kështu që përgjigjen e radhës ti do ta marrësh mbas 3 muajsh që i bie si i bie korrik gusht shtator. Në konferencën e tetorit, hajde, je i mirëpritur dhe shpresoj dhe i riedukuar për të marrë përgjigje, sepse e para në kodin etik të gazetarit dhe të konferencës shtypit ka një normë shumë të thjeshtë që quhet respekt. Dakor? Okej, shumë faleminderit. Kalo mikrofonin kolegës, lutem shumë. Tani mbret përgjigje mund, po pse qesh kur reciton këtu këtë apo ke jo, të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju? Se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe vazhdonim. Gjysha ime thoshte nelle labbra dei stolti abbonda il riso. Për këtë kjo është përgjigja ime. Okej, ka diçka tjetër?
Sakt. Po. Pyetja ime ishte lidhje me kolegën e cila thoni për Ilir Metën. Si mund të drejtoheni shqiptarët? Vazhdo. Përderisi ku keni bërë koalicion me Ilir Metën dhe keni bërë president. Ai ka bërë gjërat për cilat duhet akuzoni para kohës së tij në komandimën? Urdhro. Zoti Kryeministër, nga këto fakte që ju parashtruat në këtë konferencë lidhur me mosveprimin e drejtësisë për të goditur korrupsionin në nivelet larta, a nuk bini ndesh në deklaratat e tuaja që bashkimi që Shqipëria ka bërë i ka plotësuar të gjitha kërkesat për të hapur negociatat, por është Bashkimi Evropian ai që na pengon? Po kjo nga doli kjo. Atëherë, Bashkimi Evropian flet vetë. Nuk ka nevojë të flasun për Bashkimin Evropian. Kur Bashkimi Evropian thotë Shqipëria i ka plotësuar gjitha detyrat. S'ka pse ne shqiptarët themi jo, Shqipëria nuk i ka plotësuar gjitha detyrat. Këtë e bën shumë mirë, e bënte shumë mirë Partia Demokratike ndjes pas dhe do vazhdojnë ta bëjnë shumë mirë të gjitha copat dhe qikat që kanë lindur dhe rilindur në oborrin e Partisë të dikushme demokratike. Nuk ka nevojë ta bëjmë ne. Mirë, ju falenderoj